Në fshatin Seferan të Bashkisë Belsh, mes kodrave të buta dhe tokave të punuara me mund prej 9 vitesh, qëndron një histori suksesi që mbart emrin Fabrika e Vajit Shehu. Kjo ndërmarrje familjare e nisur me pasion dhe vullnet të palëkundur, drejtohet nga Landi, siç e njeh gjithë zona një njeri punëtor i qetë dhe i përkushtuar ndaj cilësisë. Landi na pret në ambientet e fabrikës me buzëqeshje dhe krenari të natyrshme. Ai tregon se çdo vit sfidat janë të shumta, por dëshira për të prodhuar vaj ulliri të pastër e ka mbajtur këtë fabrikë të qëndrueshme e të besuar. Ne punojmë me zemër, thot ai, ndërsa na prezanton linjën e prodhimit që funksionon me një kapacitet prej 5 tonësh për orë, një treguesi i investimit dhe seriozitetit që familja Shehu i ka kushtuar këtij biznesi. Të nderuar teleshikues, sot kemi ardhur në fabrikën e vajit Shehu me pronar Land Shehu. Për të biseduar me Landin, si del vaj, çfarë prodhim ulliri ka, ndërkohë të bisedojmë dhe me fermerët, domethënë si po del ulliri. Atëherë na ndihni. Atëherë për të teleshikues, ne ku jemi me pronarjen e fabrikës Land Shehu, fabrika Shehu e vajit. Landi, juve keni të fabrikë, sa kohë keni që fundoni? Sa vjetë? Vitin 9 ky, vit që jemi aktualisht në punë, edhe kemi ba vit për vit riparime gjana. Me thanë që këtë vit se ju në thati dite që keni italian të dhe keni ndruar të në kasë. Po, këtë vit kemi ndruar dekanterin, kemi marrë fjallën e funit të dekanterit, që është teknologji gjermane. Një dekanter që sot për sot është e fundit fare me këtë aspekt. Edhe kemi ndruar dhe filtri, kemi marrë dekanter, filtr të ri si vjetë. Keni po fabrikë gati të redës, ja? Po, dekanter është e vitit 2025. Filtri e fundit, filtri ri, janë pajisjet e 2025-s. Ate këtu fillon puna, Po, këtu është procesi që derdhet ulliri në fillim. Te kalon në transportier, i hiqen gjethat, degat, dhe se kemi edhe një makineri jashtë fabrike që e kena që për të pastru gjethat. Sot aktualisht nuk e kena vonë punë, sepse nuk janë shumë të pistat e ullit, por kur shikojmë që ullit janë jashtë masë shumë pista, i kalojmë në deri me foljator. Një teknologji që pastron çdo gjë, nga gjethe, nga dega, nga gurat, edhe me sjell vetë ullit të pastër brenda në fabrikë. Po sot aktualisht nuk është nevoja që ta punojmë te ullit që kemi në vask, për ta edhe atje se i pastron edhe defoliatori arrin. Po bërësit e ullirit, ku i çon? Bërësit e ullirit i akumuloj dhe pastaj i mbaj vaj për kaldajat e djeg. Për djegje? Po, për djegje më tepër. E vinë marrin klientët që marrin jo për stufa, jo për soba. Kush ka me pak fjalë kaldaja në për shtëpia t'i marrin. Dhe tani sipas teje, sa përqen e ullirit do të vjetë? Ja, jemi realisht, jemi shumë pak për momentin. Për momentin jemi as 10% që ullinit nuk ka filluar. Po, si shikojmë ritmin bas, ja 2-3 ditësh e këtej, ka pas goxha ritëm të lartë për punimi. Ka qenë dhe koha e mirë. Ka qenë dhe koha jashtë e mirë këtë. Ka qenë dhe koha e mirë, e favorshme dhe vazhdojmë. Si ja fabrika punon në punë aktualisht. Janë vaska. Vaska. Sa vaska kemi? Unë kam 6 vaska. 6. Po. Kam 6, 2-4 të krejtësisht të mbyllura me gjitha, por që kam të gjitha. Sa kapaciteti ka i vask? 750 kg. 7 kuintale gjysë. Kjo se fermer bie 3 kuintale gjysë. Po. I bëjmë të veçanta. Sa keni minimale? 2 kuintal, preferohet 2 kuintale si, preferohet që punojnë. Në 2 kuintal mund të bashkojmë me tjetër. Po, bashkojmë fermerët me njën e tjetër. Bashkojmë 2 fermerët Po në 2 kuintal nuk rekomendohet që punohen vetëm në fabrikë, sepse edhe dekantri që i matë, nuk ka ai rezultat 100% efikas pastaj. Dhe kjo rekomendojmë gjithmonë që t'i bashkojmë fermerët me njën e tjetër. Pastaj se bie ndajmë dhe vaj. Je i kënaqur nga puna, nga fermerët, nga këto. Çfarë informacione din fermerët për shkak të duhet të kemi?
që përpunoj këto. Unë me fermerët jam shumë i kënaqur, po më tepër i takon që t'ia thon fermerët, jam shumë i kënaqur me fermerët. Procesi i shtrydhjes i monitoruar me kujdes nga stafi garanton që vaji të dalë me aromë, ngjyrë dhe cilësi të lartë. Në oborrin e fabrikës takojmë disa prej klientëve të cilët nuk kursejnë fjalët e mira. Ata shprehen të kënaqur me cilësinë e vajit dhe po aq me shërbimin profesional që marrin. Ja këtu jemi me një 2 fermerë të Seferën, të shtatë Seferën, bashkisë Vekshës. Të cilët në sjellë në këtu në vaj. Në si për delë viri këtë vetë? Zakonisht këtë vitë është që ki dotë, në prodhimi katin. Nësa në cilësia, ata që kanë bërdejtë shi janë cilësit mirë. Ka më përshin e vajt, dhe më lartë të asim e vitë në kaluar, Delë më lartë. Po që më sa u vitë më në vjetë? Unë vjetë që unë një kanë të ri, unë para vjetë vratë 20 kujtanë në kokët, 20 kujtanë. 20 kujtanë? Që mëra që vajtë 3 kujtanë e gjysë. Po si mjetë sa? Si vjetë unë pretendoj që të martë rratë 12 kujtanë, po thënë që të 2 kujtanë e gjysë vajtë. Sepse fasira për i punën e vetë. Po juve një Unë kam shumë pak, unë fakt kam u në ri, të në rrimë në Itali. E shumë e tjerë, po mirë ka dalë të kursimet, mirë ka dalë të kitë pak të dhëtë, nuk kam 3, apo pak. Si shtanë e tari, s'ka pas nga pritje, ja, po tentative po me shirë s'pati. Po, mirë ka jo. Po, mirë, po, mirë jo si prodhim. E kap 17 kuntale, si prodhim saj, mirë është. Jo, mirë si vaj, po si prodhim. Si prodhim si ma saj, pa. Më dope. Po, ma do, si vetë do, ma do. Ate këtu jemi me Gjoshi, no? Nga fshati Seferën. Ate si dorit me vaj? Sa kuntal pate? Pata 7 kuntale 6 kile, Sa vaj pone? 100 litre vaj. Je i knaqër, Po shumë, sa i bje shumë? I bje 20 kile, po? jo, 19 gjysë. 19 gjysë e Po, po, po. Ama je i knaqër, sa varieteti pate? Koronet, no? Po, Shumë mirë. Ta armë Pandet. Po, neve gjithmonë, në vitin jemi munduar që të sjellim gjithmonë ndryshimin e fabrikë, se të lejmë sa më shumë të kënaqur. Edhe aktualisht, si vjetë kemi bërë një investim goxha më të madhin, që është edhe truri i fabrikës për këtë pjesë. Që kena marrë, u munduam që të marrim një pajisje që tjetë më shumë efikase, edhe fermerët neli edhe më të kënaqur. Edhe shikojmë që si vjetë kanë ngelur shumë më të kënaqur se sa vitet e kaluara. Kjo makineria këtu. Po, kjo ishtë dekanteri. Tu po e ke marrë treti. Po. Te unë e kam marrë, akull e kam vënë si vjetë. Edhe e shikojmë rendimenti që është, jam shumë i kënaqur për momentin. Te që erdhën dhe italian të vetë. Po. Po mërësi se ne nuk patëm si që ta... Po. Ishin italian, ne edhe një javë inxhinierët italian dhe inxhinieri gjerman, që erdhën instaluan, e programuan, edhe na rekomanduan si ta punojmë të fabrikë. Ne të nda bëdhëm trenimin e dur për të ecur me këtë lloj pajisje. Ti këtu e ke mekanizuar punën, besoj, domethënë zeto ajo mjeti mekanik e merr në përkutie, hedhe gotie dhe e di këtu edhe jo. Po. Po është krejtësisht që mund ta quajmë një cikull i mbyllur, se nga momenti që vjen makina, shkarkohet në për arka, peshohet, edhe vendoset numri, vendoset pesha në për arka, edhe secili pastaj ka arkën e vet, nuk ka masat e thasme që rrishin nga 2 ditë aty, ngrohë, shollire, gjana, me pak fjalë. Me atë pjesën e magazinit e kemi organizuar me mënyrë që mos kemi dhe shumë vuajtje me pak fjalë me këto. Kush lloje, kush varietet ka dhonë më shumë? Na, këtu, Koronet, Progetino, dhe i tani, që ose ke informacion. Po, Frontoja është ajo që dominon me rrezën e vajit. Krejtësisht vetë se Frontoja që jep më tepër për momentin ai ka dhënë, dhe Koroneku shumë mirë
në cilësi edhe në sasi. Edhe Koroneko ka dalë goxha mirë këtë vit. Leçino më pak. Leçino për vitet si vjet, po për vitet 18-19, aty po sillet. Gjithë kush kanë bërë Leçino 18-19, 20 kanë arritur. Rastet ralla, pastaj që kanë marrë kokra që edhe mund dali pak më mirë. Por shumica 18-19. Atë mund të vjen të vaj që të shikojnë Po, tek del vaj. Çfarë pasën duhet depozita? kam 2 filtra. Aktualisht, kur e lçojmë në kapacitetin maksimum dekantrin, se dekantri është me një kapacitet shumë të lartë, Po. për të bërë sa një vaj, sa më cilësor, që mos mos të akumulojë në fund, ose pallonëra gjana, përdorim të dy. Përdorim të dy, Po. Më thjesht. Atë ne postojmë dhe ujin këtu. Po, Çfarë temperaturë? aty jemi me temperaturë ambienti. Do ma në 20 gradë. Po, sot sa temperaturë kenë ambientin, kemi edhe ujin e filtr. Në filtr. Filtr dhe në dekanter. Pra gati që quhet ujë stot, Po. nuk quhet ujë nxehtë. Po, është kategorikisht që punojmë vetëm me temperaturë të ftohtë, me temperaturë ambienti. Çfarë kapaciteti ka kjo fabrika jote? Kjo ka 5 tonë në orë. 5 tonë në orë. Po, sot jemi aktualisht punojmë të rreth 3 tonë në orë. 3 tonë në orë. Po, kapaciteti maksimal dekantre ka në 5 tonë në orë. Dhe unë e provova radhë shije në vajt, që tani nuk po nxjerr, dhe më duk shije shumë e mirë. Domethënë, masi kam provuar dhe në gjithë vendet e vara, sepse me këtë punë nuk po merrem, po shije më duk e shkëlqyer si shije. Vajt. Po, neve është, si ta them, është e gjitha kjo që punë që kemi bërë këtë vit për atë cilësi vaj. Cilësinë e vajit duam ta kemi në maksimum, që mos të humim as aromat, as polifenolit, aciditetin. Janë gjëra që duhet t'i majmë në vlerat që kërkon standardet europiane. Nga këto që kanë bërë deri tani, si del, cila më përqindja e vajit? Po varet e ulliri. Varet e ulliri kanë arritur deri 25-26 kanë arritur këtë vit. Me prentojnë, Po, se si prodhim është i pakët edhe pema detyrimisht jetë pak më tepër. po më e pakta, sa ka qenë më pakta që keni? 18%. 20 e saj. 18 e sipër, neve si vetë kemi fillu punë me 18 edhe sipër. Ju keni informacione për sasinë e ullirit, sepse vinë fermerët. Po. Si është ulliri si vjetë krahasim me vjetë, si përqindje? Po, sasia, për kaj që kanë nërë, pakët. Deri tani, në këto momente që flasim, me fermerët që kemi vaj si vjetë, flasim që mund vërvitet e 50-60% punës vjetshme. Në asasia që patën vjetë. Po, so, të 50-60%. Nuk më merr mendja të jemi më tepër si vjetë. Po, çfarë thënë dhe fermerët shketit për këtë seferanit? Vinë edhe në krahina tjera, në zonë tjera? Po. Në gjithë zonat, në gjithë fshatrat të përqarë, sot për shembull kemi fermerë edhe nga Dragoti. Dragoti, Kajani, Fjerza, Ardhia, Çepa, Merhoja, po seferani nuk va fjalë. Keni fermerë që kanë ardhur 2-3 herë, domethënë që vinë vazhdimisht ke fabrika jote? Po, janë me vite të tëra, klientët, fermerët që kanë ardhur vitin e parë, sot e 8 vite nuk ka ikur sikur dhe njëri në fermerët. Po, si vjetë sidomos njerë janë shtuar jashtëmase shumë. Kanë shumë kërkesë lartë për të punuar llojin këtu neve. Unë po shikoj këtu që ke këto poçat, ose kutia, se pak fabrika i kanë këto. Si ka vojtë në mend për të bërë këto? Shiko, në qoftë se duam të përpunojmë një vaj, një cilësi superiore, kjo është teknologji që mund të punojmë me vajin, se vaji të rrinë në thes nuk punon, nuk bën se rrit aciditetin, i rrit të gjitha dhe prishet fermentohet me pak fjalë. Kurse këtu është shumë e mekanizuar. Po, neve kemi arritur që për arsye si edhe krau punës, po edhe për një cilësi shumë të mirë në tjerët. Po. Edhe mundohemi që t'i japim një cilësi sa më të mirë fermerit, që mos i prishim ose ja fermentojmë vajin në përthasët, në përgjanat. Edhe unë në emër të Belës TV të falenderoj për këtë punë të shkëlqyer, se ne pyetëm dhe fermerët, me i fjalë, bashkë me kaserotit, jam shumë të kënaqur, të falenderoj dhe të uroj punë të mirë.
Ju faleminderit dhe juve si televizion që bani i përkushtoni kohën e juve ndaj neve fermerëve edhe të zonës tonë. Pas një kënaqësi që u patën në fabrikën tonë edhe ju faleminderit. Dhe faleminderit. Faleminderit. Fabrika e vajit Shehu nuk është vetëm një biznes, është një histori familjare që ndërtohet çdo ditë mbi përkushtim, mund dhe respekt ndaj konsumatorit. Nëse Feran ajo përfaqëson punën e ndershme dhe traditën shqiptare të prodhimit të vajit cilësor, duke kthyer zonën në një qendër të rëndësishme të përpunimit të ullirit të Belshit.